Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një vajzë 25 vjeçe. Para disa kohësh, bashkë me dy shoqet e mia të ngushta, vendosëm të linim fshatin ton dhe të vinim për të jetuar në qytet. Pas shumë kërkimesh, gjetëm një apartament me qira në Kamës. Ishte një shtëpi në katin e tretë të një pallati, e cila kishte hapësirë të mjaftueshme për të trija ne. Për ne ishte një ndryshim i madh. Ishim të lumtura që më në fund po jetonim vetëm dhe gjithë ditën e kalonim duke biseduar, duke dëgjuar muzikë ose duke pirë kafe në balkonin ton që shihte nga rruga kryesore. Fiks poshtë nesh, një kat me poshtë, në katin e dytë, banonte një burr i moshuar bashk me plakën e tij. Në pamjet e parë, ai dukej si një plak shumë i mirë, por shumë shpejt e kuptuam që ishte pak qefli dhe i pëlqente të ndërhynte edhe aty ku nuk i takonte. Sa herë që ne të trija dilnim në balkonin ton për të pirë kafen dhe flisnim e qeshnim me njëra tjetrën, ai e hapte derën e balkonit të tij. Dilte aty, gjoja për të marrë ajër, por në fakt e bënte vetëm për të na dëgjuar. Zgjatej sa mundej nga kangjellat e hekurit, vetëm që të na shihte. Ne e vinim re këtë gjë pothuajse çdo ditë. E një pasdite, dërsa ishim mbledhur në sallonin ton, shoqet e mia filluan ta zinin në gojë. E pesi u zgjat prap sot ai plaku poshtë, me tha njëra nga shoqet, e të trija ja nisëm të qeshnim. Ne e dinim shumë mirë çfarë bënte ai, por ai kujtonte se ishte i padukshëm. Aty për aty vendosëm t'i bënim një kurth, thjesht për të qeshur. Të reja ishim e donim të bënim pak shaka për të shtyr kohën. Lërini në dorën time, ju tha shoqeve. Unë do ta ngacmoj, do bëj sikur ai plaku më pëlqen e do ta ftojmë një natë në shtëpinë tonë. Ti propozoj gjoja të lidhemi bashk sa të shohim si do reagoj. Të nesërme në mëngjes plani filloi. Kur po zbrisja shkallët për të shkuar në market, e takova në katin e dytë, kur ai po dilte nga dera kastile sepse dëgjoi derën tonë. I fola e para, e i fola me një zë shumë të ëmbël e ndryshën nga zakonisht. Mirëmëngjes, i thash, sa plak zotri që je. Gjithmonë të vjen një erë parfumi shumë e mirë. Ai nguroi e nuk dinte çfarë të më thoshte. Eja rrin ndonjëherë lart nga ne kur të jemi vetëm, i thash atij. E vazhdova unë, pa i dhënë kohë të mendohej, e ndërsa ai më tha vetëm patjetër që do të dukem ndonjë ditë, e unë zbrita shkallët duke u munduar të mbaja të qeshuren. Nga ajo ditë, plaku ndryshoi komplet sjellje. Lëre që filloi të vishej me rrobat e reja, por u bë tjetër njeri. Hante i natë me moshën e tij, e madje, pas pak ditësh, pam që kishte bler edhe një makinë të re e goxha të mirë. Ne e shihnim nga balkoni dhe shkrihesim se qeshuri, e për ta çuar kurthin deri në fund, një natë e thira në telefon e i thash të vinte në shtëpinë tonë. Ai nuk vonoi shumë dhe erdhi, e unë isha ajo që i hapa derën, por kur hyri në salon, pa që aty ishin edhe dy shoqet e mia, e fytyra i ndryshoi shumë, u vërenjt, por e mblodhi veten. Për të treguar që ishte i sjellshëm, ai më kishte bler një dhuratë. Ishte një fustan
i paketuar në një kuti. E mora dhuraten, i thash faleminderit dhe e ftuam të ulej. Gjatë gjithë kohës që ai ishte aty, te trija e ngacmoni me fjalë. I thoshim sa i ri dukej dhe ai po e besonte vërtet. E filloi të na tregonte se sa i mirë ka qenë me femrat kur kishte qenë i ri, e kishte pasur shumë të dashura. Pasi ndenjë pak, unë ngrit dhe iku. E sa po mbyll dera pas tij, unë e mora atë fustan, e shikova, e s'me pëlqeu fare, e hodha me njëherë pa e provuar as pak. Disa ditë më vonë, kur ai kishte bler makinën e re dhe e solli tek pallati, e po e pastronte poshtë. Rrinte me leck gjatë gjithë ditës për të dukur, e ndoshta edhe nga që i dukej e mirë. Unë po kthehesha një ditë nga puna. Ai e la leckën me pa dhe me tha: "Eja të ta bëj një xhiro, ta shohësh se si ecën." E unë atë ditë nuk kisha asnjë plan. E për të shtyr kohën, e për të vazhduar lojën tonë, i thash po. Por, që të mos më shihte, do një tjetër, që po hipja me te, hipa në makinë me te, por në derën e pasme, e u futa mbrapa, e ai ul tek vendi i shoferit, e u nisem. Mendova se do të bënim thjesht një xhiro të shpejt në për rrugët e Kamzës, por ai nuk e ndali makinën, eci rreth gjysmë ore, e doli krejtësisht jashtë qytetit. Shkuam tek një rrugë ku kishte vetëm fusha dhe pemë. "Ku me solle këto?" i thash unë nga se dilja prapme. Ai nuk e ktheu kokën, por më tha: "Kemi ardhur sepse dua ta tregoj fshatin tim, sepse këtu e kam origjinën." Atëherë u bëra pak me nerva. "Po fshati më ka ardhur në Majet e Hundes," i thash. "Unë ika nga fshati im për të shpëtuar, e ti me solle prap në fshat." Eci edhe pak, e pastaj e ngadalsoj makinën. "Eja të shohësh shtëpinë, se e kam në gjendje të mirë," më thaj. "Tani që erdhem, thjesht po dalim e ta shohim." Makina ndaloi tek porta e hekurit. Ai zbriti, hapi portën, e unë dola nga dera prapme. Shtëpinë vërtet e kishte në gjendje të mirë. Unë esa pas tij e u futëm brenda. Ai më tregoi sallonin, më tregoi banjën, e të gjithë dhomat e gjumit, e më tha të ulesha në një divan aty afër. U ula dhe po prisja që të mbaronte mohabetin për shtëpinë. E ai erdhi, e ul ngjitur me mua. U lëshua direkt drejt meje, e filloi të me puthte në buzë, e unë e shtyva lehtë me duar dhe i thash: "Ore plak, kam bërë shaka," unë i thash. "Mos me puth." Por ai nuk donte t'ja dinte, u ofrua prap e me puthi përsëri. Në atë moment e kuptova që e kisha shtyr lojën aq shumë sa nuk kishte me rrugdalje, ishte vërtet vonë, e fakti që kisha ardhur me makinën e tij e isha futur në shtëpinë e tij tregonte që faji ishte edhe imi. Për të mos bërë do një sken aty, e lshova veten. E lash plakun të bënte qefin e tij, e lashte me puthte prap. Ai me puthte buzët, e ndërsa unë ja lëshova duart pas qafe, e fillova thjesht ta ledhatoja pak. Pastaj ai, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.